Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek ajo çfarë po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku pas dështimit të negociatave në Islamabad, Donald Trump hedh në tavolinë skenarin më ekstrem pra një bllokadë detare kundër Iranit. Një lëvizje kjo që nuk është thjesht një presion diplomatik, por një hap që mund të konsiderohet nga ana tjetër një akt lufte dhe ngushtica e Hormuzit, arteria e naftos globale, rrezikon të kthehet në pikën zero të një përplasje që mund të përfshin këto fuqitë më të mëdha të botës. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme kam të ftuar gazetarin Sokol Braj. Sokol, përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, gjithashtu të më kënaqësi. Atëherë Sokol, për ta nisur me atë që unë sapo thash mbas vendimit dhe skenarit të fundit që është ndërmarrë nga presidenti i SBA-s Donald Trump, fillimisht si e sheh dhe mendon se është kjo një bllokadë tashmë një presion diplomatik apo do të jetë një fillim një lufte të re dhe mendon se po e shtyn tashmë SBA-ja botën drejt një përplasje të pakontrollueshme do ta quaja me Iranin? Në fakt bllokada apo atë prononcime që ka bërë Trumpi, kjo tregon që para të qëllim që ka dalë në rrugë, pra që ka filluar kësaj luftës, Trumpi është shumë larg kësaj, dhe nëse shohim edhe tavolinë e diplomacisë në Islamabad të Pakistanit, kjo tregon që Amerika ka ndryshuar qëllimet e saj. Pra është në njëjtën rrugë, por ka ndryshuar qëllimet e saj, të cilat me të vërtetë lë shumë për të dëshiruar që me të vërtetë Amerika është futur vetë dhe me planet e veta me Pentagonin dhe Washingtoni apo ka shkuar domethënë se me shku mas një shokut keq që ka dalë nga tres rrugë, pa ka shkuar pas Izraelit dhe duket që nuk ka arritur atë që kërkon, apo ndoshta Amerika ende nuk e din se çfarë kërkon dhe kjo bllokada këtë na tregon neve që kemi tashmë një pasqyrë të qartë e cila Amerika vetëm nuk po e arrin dot aty në qëllimit apo qëllimet e veta që ka për Iranin dhe për lindjen e mesme, fakti vetëm thjesht për Iranin, e cila me do mos kërkon që të fusi e gjithë NATO-n dhe Bashkimin Evropian në këtë luftë pra pranë koalicionit Izrael-Iran. Dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme, por duhet të thënë edhe kjo Griselda që Trumpi atë që e thot tani mas 2 orëve ndron atë që e thot pardje ndron sot. Domethënë nuk mund të bazohemi në këtë thënie të Trumpit fiksi kjo do të ndolli, por normalisht ishte për në gjatë tavolinave për bisedime për paqe apo për një armë pushim, normalisht çdo kush e ngret dorën sa më lart, pra unë mbaj këtë ti ban këte, por gjithsesi kjo është një alarm, por thjesht a kuptohet kështu nga ana e shteteve të tjera, pra nga ato që kanë interesin, ato siç është pika kryesore është Shtetet e Bashkimit Evropian, ku shumica prej tyre janë edhe anëtarë të NATO-s, po ashtu edhe Kina, India dhe të tjera. Pra bllokada e Amerikës pra pas anijet sipas Trumpit kur të kalojnë në ngushticën e Bosforit, do t'i bllokojë unë me gjoja nëse ke paguar pra haraç, pra keni paguar 2 milion euro të cilët Irani thotë që unë do t'i marr tash tutje. Kjo tregon që ajo që pritshmëria e Amerikës është shumë larg kësaj, ose mund ta gjykojmë në një anë tjetër që strategjia e Amerikës nëse ju kujtohet edhe para një muaji ku frikshim së bashku që gjitha municion, gjitha armë, gjitha ata pushtar që kanë ardhur në rajon thjesht nuk janë për Iranin, por janë për një gjë shumë më të madhe se sa Irani, sepse Irani për të gjitha ata është shumë i vogël. Sokol, nga ana tjetër mendon se e gjithë ky presion nga ana e Donald Trump, pra si është edhe bllokada, po përdorin ndoshta si një armë për të detyruar Iranin të dorëzohet në këto negociata? Apo patjetër, në fakt çdo anë jep një gjë, kërkon ka një kërkesë shumë të lartë për të zbritur, për të arritur të marrë diçka, por nëse ajo pritshmëria e Iranit, pra atë që Irani ende qëndron pas saj, domethënë tashmë të fakti qëndron pas saj, por se sa e ka forcën të qëndrojë pas saj, pra se sa do ta kenë forcën Irani që ta mbajë me të vërtetë nën kontroll ngushticën e Hormuzit, kjo tregon që edhe Irani ka në fakt nuk ka armë bërthamore, pra armë nukleare, por ka një armë e cila është edhe shumë më efektive se sa një armë bërthamore që mund ta ketë që kanë shtetet e tjera. Kjo detyron jo thjesht Amerikën, por e gjithë forcat e mëdha, pra domethënë sidomos antarët e NATO-s, por ashtu edhe Kinën, edhe Rusinë, edhe Brazilin, Pakistanin, Indin, i detyron që të negocioj me Amerikën që të ulen pra armët ashtu, sepse kërkesat e Amerikës në rajon nuk është thjesht për Iranin, pra kjo e cila tregon që ka futur në siklet domethënë gjithë botën, kurse edhe Amerika normalisht ndikohet nga kjo, por jo sa ndikohen të tjerë dhe sidomos Bashkimi Evropian, ku edhe zgjedhjet e dieshme në Hungari
treguan qartë që një ortakëri super perfekte mes Putin dhe Trumpit, duke nisur të gjithë njerëzit e vet për të ndemuar Orbanet, arritën të humbin. Pra kjo luftë dhe kjo blokada e Amerikës që tha Trumpi djetë sipër ngushtisës së Bosforit, kjo tregon që është një gol i madh shumë për Europën, sidomos për antarët e NATO-s të Europës, e cila unë besoj që këto nuk do të jenë pjesë e kësaj, domethënë qoftë edhe për paqëruese, edhe me arsyen që Anglia tha që ne do të marrim pjesë, gjithsesi kjo do të diskutohet të krejt ndryshe, e cila duket që Amerika nuk po i humb normalisht koalicionin e NATO-s, por antarët e NATO-s, miqtë e vet nuk po i humb, por gjithsesi marrëdhënia mes tyre tashmë bëhet pak e vrasht, edhe ditët në vijim do ta tregoj se ku do të shkojë kjo orvajtje e blokadës Amerikës. A do të me vërtet do të arrisin Trumpi që t'ia uli kokën Iranit, pra të dorëzohet Iranit, të nxjerrë flamurin e bardhë Iranit, apo jo, që do ta shohim në vijim, por reagimet e Iranit janë të kundërta, pra në një gjendje të tillë në fakt është pak e vështirë që të shohim, të besojmë ose të marrim për të qenë, për reale ato çfarë janë prononcime zyrtare, qoftë nga Amerika, qoftë nga Izraeli, po qoftë edhe nga Irani, sepse dihet që edhe propaganda është një mjet kryesor ku tashmë ashtu apo kështu janë në një tavolinë ende vazhdon ajo tavolina e deri nesër në orën 5, në mos gaboj, vazhdon kjo tavolina e diplomacisë, pra aty mbrapa me vërtet do të them pasaj tek fjalët e Trumpit, do ta eliminojmë, do ta shuhim mbi faqen edhe të gjithë qytetërimin e Pers, pra të Iranit, apo do vazhdojnë ende negociata, këtë do ta shohim. Sukol nga ana tjetër mendon se po e nënvlerëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagimin e Iranit dhe çfarë ndodh nëse do të kemi një reagim nga ana e Iranit? Në fakt Amerika patjetër që e ka nënvlerësuar reagimin, jo Amerika, por të gjithë kanë nënvlerësuar reagimin e Iranit, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Rusia, qoftë Kina, qoftë Pakistani, qoftë vendet e Gjirit Persik, vendet e Gadishut Arabik, qoftë edhe Izraeli, e kanë nënvlerësuar sepse janë bazuar në luftën dyjavore, nëse të kujtohet para vitin e kaluar, para gati një vit që është bërë lufta dyjavore, cili Irani u tregu që ishte një luan prej letrën, as kartoni fare vetëm një letër e hollshëm. Por në rastin e 28 shkurtit të koalicionit Amerik-Izrael kundra Iranit, atëherë Irani me të vërtet u doli si një luan i plagosur, i cili arriti të njohë, domethënë arriti të bëjë edhe një mbledhje në Pakistan, e cila kjo ka qenë një ndër negociatat më të larta në nivelin më të lartë politik të Amerikës dhe të Iranit, që janë takuar ballë për ballë, janë takuar në një tavolinë në Pakistan. Pra Irani ka bërë diçka në atë, dhe përdorja e Hormuzit, Irani me të vërtetë që duket nga ana psikologjike, të paktën në rajon, është domethënë është e para, kurse nga ana ekonomike dihet domethënë që Irani në mira ndërtesa, shumë gjëra janë bërë rashmehi, pra nga ana ekonomike ka humbur shumë, por nga ana të qenit, domethënë për si shtet, pra e cili nuk po i imposhtet Amerikës, kjo tregojnë edhe vetë negociatat. Por reagimi i tani e mrapa e Iranit, sipas prononcimeve zyrtare, normalisht sepse nuk e dim se sa forcë i ka ngel Iranit mapa për të vazhduar këtë luftë, pra për të goditur armiqtë e saj. Pra armiqtë e saj janë Shtetet e Gjirit Persik dhe Izraelis dhe bazat amerikane në rajon, sepse normalisht nga Irani huret me gjujt një bombë Amerikës, pra janë ta kuptojnë drejt këtë. Se çfarë do bëjë dhe sa ka forcën të ta shohim në film, por prononcimet zyrtare të Iranit janë që thotë ok, atëherë pra nëse si të doni jo, nëse doni luftë, ne vazhdojmë luftën pa asnjë problemi, pikat tona janë 1, 2, 3, 4, 5, të cilat nuk do të lëshojmë pe, pra këto janë mohabete tavulinet, por rajoni tregon në fakt edhe gjë tjetër, dhe sidomos prononcimet e Amerikës janë shumë të vakta në rajon. Pra edhe pse Amerika thotë bëra këtë, Trumpi thotë bëra këtë, me të vërtetë rajoni, pra lufta aktuale tregon gjëra shumë të kundërta, e cila edhe reagimet e Trumpit tregojnë që Amerika nuk është në vijim dorë, por kjo në fakt më le ta them që nuk është se po humb Amerika, domethënë normalisht Amerika nuk po humb sepse është në 10.000 kilometra larg. Por nuk po fiton atë çfarë desh. Kurse Irani nuk është duke fituar, Irani ka një luftë për mbijetesë, pra për të qenë apo për të zhdukur, dhe kjo forca e Iranit me të vërtetë që po bën shumë gjëra, e cila edhe në fillim të negociatave krye negociatori, siç ishte kryeministri pakistanes, tha që po, tha kemi këtu domethënë pra të gjithë luftën, pra edhe Beirut, edhe
edhe Libanin, por pastaj Amerika dhe Izraeli e ndërrollën dhe thanë që jo, nuk janë ata, e cila edhe me këtë kusht Irani pranoi të ulet në tavolinë. Pra, ndoshta mund ta mendojmë ose duhet ta mendojmë ose mund ta mendojmë që Irani ende ka forcën e vet e cila me të vërtetë do ta detyrojë Amerikën deri diku që të ulet në tavolinë ose të jetë pjesë e këtyre negociatave, qoftë Gaza për qoftë edhe Libani. Sokol, çfarë ndodh me botën nëse Kina dhe India do ta sfidojnë këtë blokadë? Pra rrezikon kjo të kthehet në një përplasje mes fuqive të mëdha? Në fakt, nëse i referohemi të drejtës ndërkombëtare apo shembull që kanë ndodhur gjatë historisë të tilla, një në radhë para një blokade të tillë Amerika nuk e bën dot me asnjë lloj aspekti sepse kërkohet një vendim i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila kjo do ta ketë shumë të vështirë të pranohet nga Rusia dhe nga Kina, po ashtu edhe nga Franca, sepse dihet që edhe Franca është antar i Këshillit të Sigurimit dhe Europa, pra nuk besoj që do ta pranojnë, por tashmë kemi një situatë krejt tjetër globale, Griselda, e cila me të vërtetë i fortë tashmë nuk ka kushtet, duhet parë dhe kjo që a do të ketë me të vërtetë forcën Kina apo India apo dhe Rusia që të sulmojnë një anije amerikane. Kjo lë shumë për të dëshiruar, sepse forca e Kinës edhe Indisë edhe India ka kaluar as gjysmë për gjysmë, domethënë pak nga ana perëndimore, pak nga ana lindore, por Kina dhe Rusia me sa duket tashmë nuk kanë atë forcën sa të përballojnë Amerikën, sepse gjithë forca e tyre teknologjike apo dhe logjistike ishte në Venezuelë, ishte edhe në Iran, por sa duket Amerika është super më e lartë se sa ato e cilat i ka neutralizuar totalisht dhe po bën atë çfarë Amerika e kërkon, pavarësisht se kanë menduar ndoshta për Iranin për